Mirë broma, 2 bomba të paplasura kanë në dorë Edi Rama, 2 bomba të cilat janë me sigurisë të hequr, por nga momenti në moment mund t'i shpërthejnë duke goditur qeverisjen e tij. Në fakt, njëra, ajo për Akshin, është tashmë me kapacitetet plota në duart të Spakut, ndërsa tjetra, ajo për Belinda Ballukun, është në dorë të Kuvendit dhe sot i ka shkuar USB-ja kryetarit Niko Veleshit për të shqyrtuar çështjen në komision për heqjen e mandatit. Për të diskutuar rreth kësaj problematike, unë kam të ftuar këtu avokat Eugen Beqi. Mirëmbrëma Eugen, mirë se erdhe. Mirëmbrëma, mirë se u gjeta. Okej, o kemi për të folur sot, o s'ka pasur ndonjëherë? Po ka ca vite që kemi për të folur. Po ka ca vite, po si këtë radhë jo, 2 për një herë nuk ka bërë vaki. Po se kanë qenë të kombinuara, her pas here, një korrupsion, një krimi organizuar, kurse këtë radhë po quhen të dyja, ti quajmë të dyja në një sektor. Të dyja qef të flasësh në paçi, domethënë ke sa do duash. Shiko, dua ta filloj nga Belinda Balluku. Neve kemi qenë bashkë në një panel 2 ditë përpara dhe me saksi matematikore parashikove, the kjo është masa me e lehtë që po i japin, është gabim që s'po e pranojnë, sepse Spaku do avancoj dhe do kërkoj heqjen e imunitetit. Si e shikon ti këtë? Është një nevrikosje e Spakut, editorialist, qoftë të majtë thonë që Spaku po e bën nga inati gjithë këtë punë, se po një inat fëmijë. Ti si e shikon? Të heqim pjesën e parë të anës njerëzore. Në rast se është çështje inati, normal që nuk besoj që ka prokuror të papjekur të cilët merren me cicmice. Po dhe në rast se është çështje inati, kush e nxiti këtë inat? E nxiti mazhoranca me veprimtarinë e saj, domethënë kur flas veprimtarinë e saj, ato lëvizjet në gjykatë kushtetuese, diskursi politik, qoftë edhe i kryeministrit të Shqipërisë nëpërmjet atyre serialeve të tij. Të gjitha këto, në rast se kanë nxitur, atëherë ka një prapavit të çuditshme. Por unë nuk e shoh kështu. E shoh nga pikpamja juridike. Në rast se ti ja mbyll të tëra shtigjet prokurorisë për të bërë një hetim sipas saj të pacënuar, të pahelmuar, si quhet në këto kohët e fundit të provave, atëherë ajo nuk kishte rrugë tjetër. Nuk kishte rrugë tjetër sepse ti po i hiqe çdo lloj mundësie për një mas sigurimi. Nuk e le të shkonte në rrugën procedurale të një individi që janë cënuar të drejtat, edhe një individ po përpiqet që të kërkoj të drejtën e tij në gjykatë apelit, në gjykatë lartë, në fund në gjykatë kushtetuese. Ti e preve këtë rrugë, i re më shkurt. Dhe the, jo, do ndërhyj unë si kryeministër në gjykatë kushtetuese. Dhe çfarë bëre? I hoqe nga dora prokurorisë atë element që ajo donte ta ruante. Thoshte mos më prek më provat derisa unë mbaroj hetimet, se çdo të ndodh nesër unë nuk e di. Këto domethënë janë të dyja të gërshetuara. Jo një inat, të themi, por një mënyrë e çarmatosjes e heqjes së armëve që kishte prokuroria në dorë, në mënyrë reaktive, dhe çfarë bëri? Prokuroria e posaçme strategjikisht veproi, po themi, në mënyrë të zgjuar. Pati një çështje tjetër, ndërhyri me çështjen tjetër dhe kërkoi një mas sigurimi e cila është më e rëndë. Prandaj edhe atë që ju thoni unë para 2 ditësh e thash, lere mos e prek. Po ta themi nga pikpamja popullore. Lere mos e prek, më mirë të vazhdoj kështu. Mos e nguz grethin me krande se e nguz për zezën tande ka pas të nama drande. Po, fiks. Atëre, në momentin që ndodhi diçka e tillë, pse e them, nga pikpamja procedurale, masa e parë u arkivua. Pse u arkivua? Nuk lejon kodi i procedurës penale që ti të kesh një mas tjetër, po për të njëjtën vepër penale. Atë çfarë bëri prokuroria e posaçme? Hapi sirtarin, nxoli një çështje tjetër. Për këtë çështje tjetër, tha unë nuk kam asigurime. Kaq e thjeshtë ishte situata. Shiko, ti më the në fakt kur folëm, the që Dritan Premçi nuk është natyrë agresive, nuk është natyrë konfliktuale si prokuror, domethënë, madje është natyrë e tërhequr. Dhe ndoshta kjo edhe përforcon atë që the që nuk i lan rrugë ku të shkonte dhe ishte i detyruar ta bënte këtë. Po mirë, një pyetje, ti ke qenë vetë prokuror. A nuk mund të bënte të shkonte të sekuestronte gjithë materialet, të thoshte, tash i bëj çfarë duash unë materialet i kam këtu. Kjo është një mënyrë. Por ka disa kritere të caktimi masë sigurimin që të ve në pozitë, po themi, teorike, jo në pozitë praktike që themi se po e mbyll njërin sy. Sekuestron gjitha këto materiale. Por unë kam të vështirë të them
që ti që akuzohesh për të njëjtën vepër mund të mos ma përsërisësh prapë mua. Dhe ky është një kusht themelor për caktimin e një mase sigurimi si shtrënguese dhe ndaluese për personin që ti e akuzon. Pra, në rast se unë mendoj që ti ke abuzuar me detyrën tënde, nuk mund të le dot më në detyrën që ti ta kryesh, pavarësisht provave që unë kam konservuar, i kam mbledhur. Pastaj, nuk janë vetëm sekuesrat prova, janë dhe provat me dëshmitar, të cilat për shkak të funksionit tënd, ti mund të mi intimidosh, ti mund të ju bësh që të ndrojnë thëniet ata persona. Janë një grup provash të cilat ti mund të ndikosh. Prandaj, unë thash dhe e them, gjëja më e zgjuar që ka bërë prokuroria e posaçme, atë ja kemi kërkuar, ne kemi ka 3 vjet që e kërkojmë në fakt, në për çdo panele, në çdo diskurs publik, që themi vlerëso saktësisht kriteret e caktimit masës sigurimit dhe mos e rëndo tjetrin me arrest në burg apo arrest shtëpi, si arresti burg, si arresti shtëpi janë të njëjta. Dhe në këtë rast gjykata prokuroria e posaçme kërkoi një masë e cila ishte më se normale në kuptimin e atyre që kemi parë më para, e represionit të mëparshëm. Prandaj thash që kjo masë ishte normale për këtë veprimtari. Në rast se teplohet, në rast se ti janë mbyll të tëra shtigjet, e ke parasysh atë llojin e masës, në rast se mbyll tëra do t'i dhe të syt. Dhe kjo është situata e cila nuk duhet të ndodhte përsa i përket çështjeve. Është një diskutim tjetër. Në rast se kjo çështje që flasim sot për heqjen e imunitetit do të hapej nesër, do kish nevojë përsëri për masë sigurimi, sigurisht që do kishte nevojë për masë sigurimi. Mbase nuk mund t'i lidhim të dyja atë inatin pse ndodhin gjykat kushtetuese me këtë pjesën tjetër, por mbase thjesht erdhi momenti që të bëj një masë sigurimi e tillë. Prandaj them që nuk është vetëm marrja e provës, që unë e mora tani dhe jam i qetë. Kjo mund të ndodhi, marrja e provës mund të ndodhi kur përfundon tërhetimi, kur ti ve vullën hetimin dhe e thret personin për të përfunduar hetimet, po, aty nuk ka vend për masë sigurimi. Që ti jemi sinqert, për rastin që ju thoni të zënës kryeministres, kur dëgjova marrjen e pandehur, pyeta kolegu, të i thashore, u bëte njoftimi i njoftimi përfundimit e time, apo vetëm njoftimi i akuzës? Jo, më thamë, u bë vetëm njoftimi i akuzës. Aty kuptova që nga pikpamja procedurale do vinte nesër dhe masa e sigurimit. Se kjo që thoni ju është situata e vetme e parashikuar në kodin e procedurës penale kur përfundon hetimin. Në rast se ka përfunduar gjithë hetimi, atëherë unë nuk kam vlerësuar të caktoj një masë sigurimi dhe nuk caktoj më masë sigurimi. Por në rastin konkret kishim vetëm një njoftim akuze dhe vazhdimin e hetimeve. Ky është një problem që do prite patjetër masa e sigurimit. Është qartë. Një diçka tjetër, gjithmonë, sepse duke mos qenë profesionista dhe na bëjmë avokatin e djallit, jo tamam avokatin. Në këto kohë të fundit nëpër panele janë shtuar shumë avokatë. Mos të pyet. Në fakt unë nuk e marr guximin asnjëherë të filloj të gjykoj nga kjo pikë, sepse kam kuptuar që jo më kot sa njerëz bëjnë 4 vjet shkollë, bëjnë magjistraturë. Jo vetëm aq, por ne nuk e bëjmë dot gazetarin. Po, që ti këmbejmë. Megjithëse unë e kam bërë para disa vitesh. Një jurist do ishte një gazetar shumë i mirë, një gazetar është vështirë të jetë jurist. Por gjithsesi më duhet të heq një kuriozitet tjetër. Ka ndodhur për shembull që Berlusconi, po tani po i thras mendjes, Berlusconi duke qenë kryeministër ka qenë në ndjekje penale për disa çështje, por në fakt asnjë çështje s'ka pasur lidhje me funksionin e tij. Prandaj edhe nuk është bllokuar në këtë pikë. Sepse ideja është tu. Okej, ndoshta ai si kryeministër mund t'i bënte presion dëshmitarëve. Po është e largët ajo. Kurse në rast se ti akuzohesh për atë që po kryen ke zyra jote, masën do e kesh për zyrën tënde. Nuk do e kesh për mjetin që ke jashtë, automjetin. Në rast se ti akuzohesh për shkelje të rregullat të qarkullimit rrugor, nuk do hypesh më në timon. Por në zyrë do shkosh. Domethënë kanë lidhje drejt për drejt vepra penale me masën e sigurimit. Ka lidhje drejt për drejt ku krijohet prova dhe ku ruhet prova dhe pastaj sa ndikon ti në këtë provë. Shiko, vim në momentin që sepse pastaj nëse nuk jam miraton, kalojmë në fushën politike komplet. Por nëse jam miraton heqjen e imunitetit, në këtë moment Belinda Balluku kërkon, domethënë për Belinda Ballukun kërkohet një masë tjetër
një kërkesë tjetër që mos shkojë në zyrë, apo kjo e përfshin këtë që tu hoq imuniteti mos shkojë në zyrë? Jo, të kuptoj, jo, s'ka lidhje. Se dëgjova shpesh edhe në për rrjetet sociale që diskutoj kjo historia e heqjes imunitetit, automatikisht është e futur në burg apo automatikisht është aty jo. Procedura është e tillë. Heqja e imunitetit, duke patur në konsiderat ndryshimet që kanë ndodhur mbi imunitetin e politikanëve në Shqipëri, sepse më parë politikanët kishin imunitet dhe për ushtrimin e ndjekjes penale. Në rast se do ishte imuniteti i plot, nuk do merrej dot as e pandehur. Nuk do hetoj absolutisht asnjë person që kishte imunitet. Sot që flasim, hiqet imuniteti për 3 arsye. Për kontroll, ku përfshin kontroll personal dhe kontroll banese, dhe për masat sigurimi, arrest në shtëpi dhe arrest në burg. Si është procedura? Në rast se parlamenti e miraton, nesër prokuroria mund edhe të mendohet, edhe rrofsh që më hoqë imunitetin i thot parlamentit, unë dua vetëm të bëj një kontroll banese. Për ka që doja heqen imunitetit. Pa e kam gjithmonë personin pa imunitet. Po, ose kundërta, rrofshi thot që më hoqë imunitetin, por unë do i kërkoj një masë sigurimi arrest në shtëpi. Çfarë mund të ndodhi? Masë e sigurimi do paraqitet në gjykat, sepse nuk është automatike heqja e imunitetit që miratohet masë e sigurimit. Heqja e imunitetit, sipas legjislacionit, thjesht dhe vetëm jep rrugë, jep të drejtë prokurorit të bëj kërkesën. Pastaj e miraton gjykata një nga këto 3 kërkesa, apo nuk e miraton është diskrecioni i gjykatës. Pra të bëjmë një absurditet, të krijojmë një absurditet. Çohet prokurori, parlamenti ja hoqi imunitetin, çohet prokurori kërkon arrest në shtëpi, po themi. E paraqit kërkesën në gjykatë. Gjykata thotë jo, nuk ka nevojë për ekzistencën e kushteve të masë sigurimit arrest në shtëpi, unë do t'jap një masë tjetër më të lehtë. Mund t'jap pezullimin, por nuk është automatik pezullimi. Më falë, gjykata mund t'i japi pezullimin nga detyra siç ja dha në fillim, siç e kërkoi në fillim? Po, në rast se ka kërkuar arrest në shtëpi, mund t'i jap gjykata. Jo, thot gjykata, nuk janë kushtet e kriteret për arrest në shtëpi, por janë për pezullim. Aq më tepër, për pezullim nga detyra. Po, për pezullim nga detyra, Këtë që i frenoi Kushtetutja. Aq më tepër kur sot jemi domethënë ditën që është i hequr imuniteti, është tabula rasa pasaj. Derisa e ke pa imunitet, fakti që ti mund t'i caktosh dhe arrest, një nga 2 arrestet, normal që më të letën ja cakton se i është hequr imuniteti. Prandaj këtu është dhe i paradoksi që diskutohet mes juristësh. E ke më të lehtë për një person me imunitet kërkosh arrest në shtëpi dhe arrest në burg, se sa pezullimin, sidomos për një ministër. Kjo është absurdi. Domethënë, unë s'të le ta pezullosh, po të le ta arrestosh. Këtu nuk ka sens. Sens logjik, jo ligjor. Se sensi ligjor hajta të diskutojmë. Pra, jo automatikisht mund të ndodhi, por mos harrojmë një gjë tjetër, se do vëmë në një ngërç tjetër. Në rast se personit i caktohet masë e sigurimit të arrest në shtëpi, pyetja që lind është, e ushtron dot detyrën? De facto je i pezulluar. Po. Se nuk mund ta ushtrosh detyrën, sepse është një detyrë publike, nuk është një detyrë private që unë do të vi si administratori i firmës tënde dhe të hetësh sa firmë. Kalojmë pastaj si të rasti i Erion Velis. Fillon një situatë tjetër, pastaj komplet tjetër. Prandaj kjo është situatë e qartë. Po, është situatë e ngjashme që Erion Velia nuk është i shkarkuar, po ndërkohë edhe ajo është situatë absurde, dhe ajo një situatë akoma më absurde. Dhe të gjitha këto absurde që po na krijohen këto ditë janë vetëm për faktin që siç duket nuk janë bërë mirë llogaritë e baballarëve të drejtësisë kur kanë bërë atë reformën. Nuk kanë llogaritur që do shkonte kaq rënd. Po se kanë menduar. Po jo vetëm se kanë menduar që do shkonte kaq shtelltika, po pyetja që lind është, në rast se ti ja kërcet tërë kryetarëve të bashkisë me masa sigurimit të këtij lloji, nuk mund ta lësh në diskrecion dhe në subjektivizëm të prokurorit, që po të vendos prokurori mirë. Jo, më prokurori do vendos tërë kryetarëve të bashkisë sa arrest në burg. Çfarë do bësh, zgjedhjet parakoshme për gjithë? Kjo është situata që duhet menduar dhe në ligj. Ka forma ndryshme të ekzekutimit të një urdhrese penale. Në ç'u kuptoj me këtë? Në rast se ti do të mos kesh një kaos ligjor, kaos kushtetues, që ne flasim, se ky është kaos kushtetues për hir të vërtetës, se një palë thot kështu, një palë thot ashtu. Ndërhyjnë gjykata kushtetuese me drejt pa drejt ajo ndërhyrje dha vendimin e saj. Atëherë rregullon disa ligje dhe thuaj, o zotëri, në Republikën e Shqipërisë, çfarë personi cili person merret në nënhetim apo i pandehur, do pezullohet nga çfarë do lloj detyre. Ka dhe ja u zgjidh kjo punë. Që mos i hysh tyre të lasheve. Nëse kalojmë te kryeministri, pastaj i bie që ti bllokon qeverimin, nëse kërkon pezullimin. Janë të gjitha parashikime që duhet të ishin llogaritur në arsyen ligjore. Po pra, dhe unë për këtë vazhdoj në ngul këmbë. Kryeministrin
këshilltarët e kanë, domethënë, më fal që po e them, mund ta kenë këshilluar keq. Nuk mund të kërkosh në gjykatë kushtetuese vetëm për një person, për një individ. Duhet të kërkosh të bësh parimin. Është ai parimi që quhet në kërkimet kushtetuese abstraksionin. Abstraksionin që duhet bëj kryeministri ishte, po, në eni 242 i kodit procedurës penale, bie ndesh me kushtetutën, bie ndesh me ndarjen e parimit pushteteve, sepse në atë nen thuhet nuk mund të pezullohen të zgjedhurit sipas ligjit elektoral. Në ligj elektoral në Shqipëri dihet që zgjidhet kryetari i bashkisë, deputeti dhe kryetari dhe këshilltarët bashkiak. Po të tjerët, derisa janë të zbuluar, atë rregulloje. Përveç këtyre, vëri një presje ligje dhe shkruaj dhe ministrat dhe ja zgjidhe. Dhe kërkon këtë në gjykatë kushtetuese. Se do rish kërkosh për çdo individ, se nesër prokuroria e posaçme mund të të marrë çdo ministër ty. Ti do rish ke deri gjykatës kushtetuese me padin dorë. Nuk mund të ndodhë kështu. Atë duhet zgjidhur në abstraksion që quhet kjo. E qartë, ndoshta ka Rama po pret të kaloj edhe këtë betejë, ndoshta ose më saktë kështu duhet ishte, duhet të kaloj edhe këtë betejë, sepse është ndodhur në kënd, por pastaj duhet t'i japë një rrugëzitje ligjore definitive. Duhet dhënë që më parë, sepse këta e panë që me kryetarët e bashkive, alarmi u vu që me kryetarin e bashkisë Tiranës. Tash ndodhi me zonës kryeministër. O zotëri, jemi në një situatë të re, jemi në një realitet të ri. Ti more një sër kompetenca shtutuat, bëre superfuqi një organ që është prokuroria dhe gjykata e posaçme, atëherë pse nuk more në konsiderat dhe faktin që mund të jesh përballë situatave të tilla, që duhet i rregullosh me ligj, sepse disa absurd është ligji. Është në këtë formë që në rast se një ministër, në rast se një zyrtar i lartë edhe i qëllon gruan e tij me shpull, e merr prokuroria e posaçme. Kompetenca kjo është. Po ja, 3 ministra i kemi të dehur, u kapën në timon të dehur. U pezulluan këta. 3 ministra të tjerë rrafën gratë, 3 të tjerë vodhën, të iku qeveria, duhet të rregulluar me ligj kjo punë, nuk rregullohet rast pas rasti, se vete ikën koha. Atëherë